Mos përkon edhe me të martën kur do të mblidhet sekretariati i etikës zonja Vokshi, që sot e pati një mbledhje në orën 9, por nuk shqyrtoi propozimin e socialistëve për ndëshkimin e 29 deputetëve, mes tyre jeni dhe ju të Partisë Demokratike, dhe me gjas nëse zbatohen ato masa nga 10 deri në 60 ditë me përjashtim nga komisionet, nga parlamenti, a rrezikoni që të mos keni edhe përfaqësimin me 5 kolegët tuaj demokrat në këshillin e mandateve për çështjen Balluku? Edhe sot ky ishte plani, e sigurt, sepse pa u mbyllur mirë seanca, ato i kishin bërë gati, kishin marrë firma, se zakonisht PSJ-ja firmon shumë në të varë, domethënë. As një deputet as nuk e di se për çfarë po firmoste. Dhe 34 deputet pra, të Partisë Socialiste, pa prezentuar as provat e tyre, sepse procedura e doj që secili deputet që firmos, që kërkon që të dënohen kolegët e tyre, duhet jetë në sallë të paraqesi pra provat për mua dhe për 28 kolegët e tjerë. Por ky ishte plani ishte që të përjashtoheshim jo vetëm ne, dhe në fakt për mua është propozuar një mas që në fakt nuk është përjashtim. Në fakt është pezullim mandati, 2 muaj, 60 ditë që kërkohet që Ulcimania mua të vendosi heqjen e mandatit për 2 muaj. Të mandat nuk ma ka dhënë mua PSJ-ja, nuk ma ka dhënë mua as Edi Rama, as Ulcimania, po janë votuesit, qytetarët të cilët i kanë besuar opozitës që më kanë dhënë mandatin mua. E kuptoni se çfarë bëhet në kuvendin e Shqipërisë? Dhe jeni 7 deputet mos gaboj që jeni propozuar për 2 muaj përjashtim nga parlamenti. Pra, është heqje mandati pra. Mendoni pra 2 muaj, është praktikisht heqje mandati 2 muaj, sepse unë nuk lejoj që të marr pjesë as në komisione, as në seanca plenare. Por le të kthehemi çështjes pyetjes tuaj. Pra, u bë u thirr në orën 9 të mëngjesit një mbledhje me qëllimin parësor që të përjashtohemi, jo vetëm ne, po të përjashtohen dhe gjithë anëtarët e opozitës në këshillin e mandateve. Po juve keni ndjekur dje protestën tonë të grupit parlamentar, pra apo të opozitës brenda seancave plenare. Të gjithë, pothuajse të gjithë anëtarët e këshillit të mandateve nuk kanë qenë pjesë e konfliktit që u bë te pjesa e ku ulen ministrat. Për të mos shkuar te kjo pjesa që të mbeteshit pa përfaqësim në këtë mbledhje. Patjetër, pikërisht, sepse u mendua pra në mbledhje të grupit, në mbledhje para se të shkonim atje, u mendua që neve kemi shumë të rëndësishme pjesën e pjesëmarrjes së anëtarëve të opozitës në këshillin e mandateve. Pra ato kishin përfshirë absolutisht të gjithë. Po shifni pamjen, shifni ku është Genc Razimiri, ku ka qëndruar. Ja, e shikojmë poshtë foltores me Oer Byllykbashin. Shifni pra. Se po i përsërisim pamjet. Qëllimshëm. Po zoti Berisha, a e keni parë juve që të përfshihet? Jo, nuk ka bërë, ka pasur vetëm celularin në dorë. Asgjë. Është përjashtuar 30 ditë. Është propozuar për të përjashtuar 30 ditë zoti Berisha. Dhe kështu me radhë, nëse marrim të gjithë anëtarët e tjerë, të zonja Greta Bardeli. Shifeni ku është zonja Greta Bardeli, ja ku e keni poshtë. Nuk është ngjitur në asnjë moment. Pra, qëllimi i mbledhjes së sotme ishte vetëm që ato të përjashtonin. Po, më fal, nuk jo çdo gjë që ka në mend Edi Rama do shkojë, se ka edhe disa presione pengesa që nuk mund të shkojë deri në fund, sepse ishte e pa imagjinueshme të përjashtoheshin të 7 anëtarët e këshillit të mandateve që qëllimshëm i kishin vendosur për të përjashtuar, që qëllimshëm sot ishte vetëm PS-ja, anëtarët e PS-s të ishin në këshillin e mandateve, qëllimshëm që dosja të mos bëhej transparente, që të mos i hipej opozitës, që të mos ishin anëtarët e opozitës, që të mos kërkonin transparencë dhe të shkonte gjëja ashtu siç e donte Edi Rama. Pra, të sqarojmë për publikun, 5 anëtarët e përhershëm dhe 2 zvendësuesit në mungesë të 7 anëtar, patjetër, nëse njëri mungon, janë 2 zvendësuesit. Një zvendësues për të bërë në mënyrë që të jetë gjithmonë 5 anëtar. Domethënë të mos i mungoj asnjërs palë, të mos i mungoj një anëtar, sepse në këshillin e mandateve ju e dini, zakonisht janë çështje të një rëndësie të veçantë që diskutohen dhe shumë sensitive. Pra, të 7 anëtarët
ishin propozuar nga kolegët e Partisë Socialiste, një pjesë e mirë e tyre, mbështetur nga bandat kriminale, që janë pjesë e këtij parlamenti, që në fakt në mënyrë simbolike është për t'i vënë flakën, sepse është një parlament që është kthyer vetëm në noter, me super majorancën e vjedhur dhe të ardhur nga votat e dhunuara dhe nga mbështetja bandave kriminale. Pra nuk keni asnjë pishman për aksionin e djeshëm dhe me ndëshkimin e më shumë se gjysmës së grupit parlamentar. Pishman? Në kuptimin e masës, në kuptimin e masës ndëshkuese për t'ju lënë jashtë parlamentit, sa ata kur e propozojnë e zbatojnë. Patjetër. Absolutisht asnjë pishman, përkundrazi, do ta bëja sa herë që të kishte çështje të tilla. Aty duhet ishte Belinda Balluku që të jepte llogari për paratë e vjedhura nga tenderat. A dini ju që gjysma e buxhetit për shpenzime kapitale i shkon ministrisë të Belinda Balluku, që sot është e pandehur, është marrë e pandehur, dhe ajo ende është në detyrë, ajo ende mund të vërfirmën dhe të vjedhë,